Bamirësia e madhe dhe hajrati i madh që mundesh ta bësh. E bamirësia më e madhe, bamirësia më e mirë që mund të ta bën besimtari është ndaj prindërve të vet, ndaj babës edhe ndaj nanës. Ato të cilët kanë babë, ato të cilët kanë nanë, ato të cilët kanë prindër. Vallahi prej lëshkës zemrës ju tham, mundohuni t'jeni bamirës ndaj prindërve, sepse do të vjerë koha, nuk do t'i keni përpara, edhe nuk do t'ja dini vlerën, pastaj do t'ju kujtohet, ta kisha pasën edhe një ditë, ta kisha pasën edhe një muj, por ka mbaru më puna e nënës tande, ka mbaru puna më e babës tande, ka mbaru puna më e prindërve tu. Për atë ju themi trive tonë dhe trejave tona, ju themi vlezërve dhe motrave tona, mundohuni që t'jeni bamirës ndaj prindërve të juve. Bamirësia është në shumë lloje. Vetëm buzëqeshja jote mos paç kur gjë tjetër t'jesh me prindërit e tu në sjelljen tënde, moralin tënd, etikën tënde, nuk ka domethënën pasuri më të madhe për shpirtin dhe për zemrën e prindërve. Atëherë çka? Për punëve të hajrit dhe për punëve të mira, të cilët desha ta përkujtoj veten, por edhe shikuesit ton është që ato të jenë bamirës ndaj prindërve të tyre.